mjeraj që e shkjevon në dëm të historisë, mjeraj që e shkjevon në dëm të besnikërisë dhe favorizon tradhtinë. Zakonisht ditë e sotit po shohim që paragjikohen mas shumë për pjesën e tradhtisë tek çiftet. Pse po mendon që po paragjikohen për tradhti ose pse po ndodhin tradhti posaktësisht? Dëgjoj. Tradhtia është një fenomen që ka ekzistuar për herë edhe në shoqërisë klasike, edhe tani. Dhe kjo tradhti nuk është vetëm në mes të gruas dhe burrit, nuk është mes të femrës dhe mashkullit, po është tradhti edhe në mes të shoqërisë, në mes shtetit, kombit dhe një instrumentit të tjerë që tradhton atë pjesën që është e domosdoshme që mbron qelizën e shëndosh njerëzore, familjare dhe kombëtare. Dhe tradhtia s'ka dilemë se ka ekzistuar dhe ekziston edhe sot. Dhe fatkeqësisht kjo tradhti po merr duke marrë për masa më të mëdha. Tradhtin natyrisht sipas meje e shkakton ose xhelozia në mes të marrëve dhe femrës, ose kur janë pyetjet e interesat e mëdha kombëtare, interesat e ndryshme që involvohen faktorë të kibernetikës, të spionazhit dhe të tjera. Sot kemi një tradhti fatkeqësisht ndaj Kosovës, ndaj lirisë, ndaj qërimit që ekziston në përmasa shumë të tmerrshme. Sot nuk do kishte ti mundësi dhe unë të komunikon në këtë formë të lirë, po mos ta kishim të lirin. Dhe pikërisht ndaj lirisë ekzistojnë po çdo ditë tradhtarë, ekzistojnë dëshmitar të rrejshëm, kolaboracionistë që i tradhtojnë pjesët më vitale të kombit duke i atakuar dhe duke koordinuar veprimet e tyre me Serbinë. Dhe nuk ka dilemë se kjo ngulfat për marrjen tonë si kom. Po është shumë me keqe sepse nuk është kjo vetëm një vesh, po kjo është një ushqim i përditshmërisë që njerëzit lakmojnë për interesa meskine të vogla, tradhtojnë kauzën kombëtare. Ku ke parë ti që sot çlirimtarët që gjenden në Hag janë në Hag si rezultat i bashkëpunimit të spionëve dhe tradhtarëve që kanë ndodhur me Serbinë, kanë akorduar veprimet e tyre dhe janë trajnuar që për një azil politik, për një jetë më të mirë, ose për para të majve që kanë ofruar serbët, sot kanë krijuar shpifje dhe tradhime të cilat vështirë është të bartë historia, vështirë është të bartë kjo tokë, vështirë është që të bartë e tashmja, e sotmja dhe e ardhmja. Vetëm njerëzit të cilët ju ka rëshqitur truri veprojnë në këtë mënyrë për interesat të ngushta. Dhe tradhtia ka dimensione të gjera. Nuk është vetëm tradhti ai që shkon dhe bashkëpunon merr para nga Serbia. Po tradhtia është edhe një politikan kur thjesht bën eskivazhe të ndryshme në dëm të interesa kombëtare dhe është i kamufluar dhe i quhen të tjerët kriminal që shkojnë në Hag dhe të dënojnë historinë, të dënojnë armërinë. Pjesë e tmerrshme është kur sot të tjerët në vend që të thirrën për qlirimin, për adheun, për kombin, rrinë të heshtur, sepse kanë shpifur kundër qlirimtarëve. Rrinë të heshtur sepse dëshirojnë që për pushtet të ruajnë monopolin e tyre të historisë. Po monopolin nuk krijohet me rana, nuk krijohet me shpifje, nuk krijohet me dezinformata. Monopoli krijohet vetëm me faktografi, vetëm me ndriçim, vetëm me rreze, jo me rësirë. Mjeraj që e shkjevon në dëm të historisë, mjeraj që e shkjevon në dëm të besnikërisë dhe favorizon tradhtinë. Poshtë tradhtia. Faleminderit shumë, faleminderit për intervistën. Me ndërqofshi, u dëshiroj të mira.
Gjithashtu edhe na juve.